Janë goditur 2 raste të mosdeklarimit të tovullave në pikën e kalimit kufitar Morin. Vjen në hetim 2 shtetas kosovar që tentuan të futin në Republikën e Shqipërisë pa i deklaruar 27.550 euro në vijim të kontrolleve në hyrje dalje ndaj shtetasve dhe mjeteve me të cilët e lëvizin me qëllim parandalimit dhe goditjen e paligjshmërive në kufi. Shërbimet e policisë kufitare të pikës së kalimit kufitar Morin konstatuan 2 raste të tentativës për të futur në Republikën e Shqipërisë shuma parash pa i deklaruar konform ligjit, thuhet në njoftimin zyrtar të Policisë Vendore Kukës. Sipas këtij njoftimi, konkretisht për këto raste u referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasit kosovar, njëri 51 vjeç banues në studi, pasi gjatë kontrollit fizik i u gjetën 12.550 euro dhe një 44 vjeçar banues në Suareg të Kosovës, pasi gjatë kontrollit fizik i u gjetën 15.000 euro. Materialet procedurale i referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të reduksionit të policishëm në Kukës për veprimet të mëtejshme, njoftoi Policia Vendore Kukës.